Një kulet. Një kulet të cilën e kanë gjetur 3 fëmijë, R.T 12 vjeçar, A.T 11 vjeçar dhe D.T 11 vjeçar, nxënësi në shkollën e Ferizaj. Dhe sipas policisë, kuleta është gjetur në rrugë të qytetit dhe brenda kishte një shumë prej 614 eurosh. Pra, pas verifikimit, policia ka identifikuar pronarën B.M nga Ferizaj, e cila është paraqitur me njerë për të marrë mjetët që i kanë humbur, dhe se njëta ka thënë që nuk është prekur asgjë nga dokumentet ose nga aparat, dhe se janë kthyer, gjithë procedura është kthyer në proces verbal. Ndërkohë pronarja ka falenderuar qytetarin dhe fëmijët për një gest superhuman, sepse rrallë ndodh që ndoshta jo edhe rrallë, por janë raste të specifikuara kur kthehen sidomos shumat e parash. Kështu që edhe policia rajonale e Ferizajt ka bërë një njoftim ku ka falenderuar për një gest shembullor qytetarët, më konkretisht fëmijët, të cilët kanë dhënë një shembull dhe një përgjegjësi shoqërore për qytetin, por edhe për gjithë vendin. Në atë kulet kanë qenë dikun 614 euro dhe vlen vërtet për t'i falendruar ata fëmijë që bën një gjest të tillë në kohën ku shpesh herë jemi tu i kritikuar nga gjeste e veprime që kanë pasur sidomos këtyre 2 ditët e fundit, ku ka pasur thërre pikërisht të moshave të tyre, e përdorim të armës së ftohtë, por megjithatë ka ende njerëz të mirë. Padyshim. Shpresojmë. Sidomos sot që lidhet me ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një gjest i tillë na u duhej në fakt. Ndërsa policia ka vazhduar atë heroizmin e tyre, të paktën me publikimin e heroizmit të disa zyrtarëve policor në ditët e vëshimeve, sepse në ditët e vëshimeve dje dhe pardje policia ishte në vend ngjarje në terren gjithandej Kosovës, si Arfiksit, trupat të tjerë të cilët kanë tentuar të dalin njerëzve në ndihmë, por që gjatë mbrëmjes së djeshme u shpërnda më shumë një video policisë së Kosovës, të cilët nëpër ujë vazhduan të tentojnë të ndihmojnë një familje të moshuar në Gjilan, ndonse vazhduan atë rrugtimin e tyre në një ujë kogja diku mbi 1 metër lartësia ose thellësia e ujit, por që zyrtarët policor vazhduan ashtu gjatë natës dhe duke u asistuar me llampa ndriçuese të tyre për të shkuar në ndihmë familjarëve dhe i kanë nxjerrur nga shtëpitë ku janë përmbytur. Kësaj, ky ka qenë veç një nga gjestet humane të zyrtarëve policor që u publikua dje LMS ka të që sepse dim edhe rastet e tjera kemi parë edhe me varka të ndryshme, kemi parë edhe njësitë e tjera siç kanë qenë në Arfiksit ose njësitë tjera paqërujtëse, të cilat kanë qenë dhe kanë ofruar ndihmë padyshim në këto situata të rënduara për qytetarët, por fatmirësisht nuk kemi të lënduar dhe nuk ka pas pasoja në njerëz, vetëm në objekte shtëpiose gjëra të tjera. Ndërsa në rrafshin politik sot vëmendja është tek zyra e presidentes Vjosa Osmane, e cila ka ftuar partitë, liderët e partive politike në ora 10:30 në presidencë për të diskutuar për datën e zgjedhjeve. Kjo veprim vjen pas mos realizimit të formimit të qeverisë ditës së djeshme të mandatarit Glauko Njufca, madje edhe pam që dështoi edhe një seancë tjetër orës 11 pa ashtu jashtëzakonshme, edhe seanca e orës 2 dështoi si shkak që Glauko Njufca arriti të marrë veç 56 vota, as aq sa kishte marrë edhe Albin Kurti në tentimin e parë si mandatari i parë. Ndërkaq sot presidentja do t'i pres liderët e partive politike. Klan Kosova ka marrë informacione që nga Lidhja Demokratike do të shkojë Lumir Abdixhiku, nga Nisma do të shkojë po ashtu Fatmir Limaj, si dhe nga Partia Demokratike kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë takim. Nga subjekte tjera nuk kemi marrë ende ndonjë konfirmim, por shpresohet dhe besohet që të gjithë do të shkojmë, sepse që të gjitha partitë tashmë janë deklaruar që e vetmja zgjidhje dhe alternativë janë zgjedhje dhe nuk ka tjetër hap përveç që është edhe i garantuar me kushtetutë të Republikës sonë. Kësaj datat që po përmenden dhe po lakohen si të mundshme janë 21 dhjetori dhe 28 dhjetori si data të mundshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, që këto zgjedhje ndodhin për herë të parë në një formë